E urime, kombëtarës tonë për fitoren dhe 1 milion herë urime Rej Manajt për golin, si ishte një gol historik për të, ka për ta majtë me gjithë jetën. Edhe një farë mënyre ai hoqi atë brengën e vet për atë penallti të humbur këtu e ca ditë më përpara që ai intereson më fare, sepse lojtarët e mëdhenj humbin penallti Rej, kështu që mos e vrit mendin. Por ajo që më bëni përshtypje mu, domthon ishte një moment që duhet ta diskutoj edhe me ju. Minutazhi i shënimit golit nga Rej Manaj, shikojeni pak, i cili është i njëjtë me minutazhin e humbjes penalltis po nga Rej Manaj. Ha? Si ka mundësi kjo koincidencë? Qa i tha? Ja dha Zoti me dorë që i tha, shiko, na, urdhro, shlyje atë breng që ti ke në të njëjtin moment, në të njëjtin minutazh, në të njëjtin kohë, në të njëjtin situatë. Dhe në fakt, edhe unë s'di t'jap shpjegim kësaj gjës. Pra shikojeni, është i njëjti minutazh kur ai ka bërë golin me atë kur ai ka humbur penalltin në Tiranë. Si ka mundësi?